Ndërkohë te programi i Impaktit që e përmendën me kurrikul të Kosovës, por që me frym finlandeze mësojnë edhe gjuhë të huaja? Po, sidomos pjesa e gjuhës angleze është goxha e rëndësishme, I japim një fokus të veçantë për shkak se e dim sa e rëndësishme është si gjuhë. Mandej nga klasa e 4 të tutje fillojnë edhe me gjuhën gjermane, kështu që I kanë të paktën 3 gjuhë të cilat do të më zhvillohen gjatë shkollës. Cila është më sfiduese Ilir, shqiptarët të mësojnë gjermanisht dhe anglisht apo të huajt të mësojnë gjuhën shqipe, sepse dhe ndërkombëtarët të mësojnë gjuhën shqipe? Shumë vështirë është për të huajt me mësu gjuhën shqipe, është diçka shumë sfiduese për ta, që nganjëherë dëshirojnë të sfidohen edhe me mësu disa fraza në gjuhën shqipe, mirë po është shumë komplikuar. Por mësuesit e gjuhës shqipe I keni shumë të mirë, dhe më besoj krejt janë të mirë, po u ndala të këto sepse bëjnë një kontribut nga gjatë madh, sepse ta mësojnë gjuhën shqipe të huaj, është goxha sfiduese dhe ta mësojnë me gramatik, me rregulla. Tamam me rregulla. Që ndoshta edhe na vetë kemi harru. Unë e kujtoj se edhe për neve ka qenë shumë e vështirë, pjesa e gramatikës edhe gjitha rregullave të cilat janë, selema për të huajt.